Maqedonia është e gatshme të vazhdojë në rrugën europiane, por presim garanci të qarta se procesi do të vazhdojë pa bllokime të reja dhe me parashikueshmëri më të madhe. Kështu tha Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timcho Mucunski, duke iu përgjigjur pyetjeve pas takimit me homologun e tij lituanes, Kestutis Budris, i cili ndodhet në një vizitë zyrtare në vend. I pyetur se si e komentoi deklaratën e homologut lituanes, se tani është momenti për zgjerim dhe duhet të shfrytëzohet, Mucunski vlerësoi se ekziston mbështetje e gjerë nga vendet anëtare për përparimin e Maqedonisë së Veriut, por se siguritë e qarta janë të nevojshme për mbarëvajtjen e procesit të integrimit europian. Ai ka dilemat se çfarë sigurisht mund të marrë vendi ynë, ose garanci se nuk do të përballemi me bllokime të përhershme nga një shtet anëtar, sepse sipas tij ajo që është e qartë edhe në lidhje me të ashtu quajturin konsensus të vitit 2022 ka interpretime të ndryshme që vijnë nga 26 vendet anëtare, institucionet europiane dhe një shtet anëtar. Do ta përsëri. Nuk është se ne si shtet kemi rezistencë, jemi të vetëdijshëm dhe në të gjitha deklaratat tona, jo vetëm nga unë, por edhe nga presidenti i shtetit, nga kryeministri, themi se do të marrim pjesë në këtë proces, sidomos pas samitit në Tivat. Tashmë ka një energji për të ecur përpara, nuk ka dilema për ne, por nuk do të lejojmë që ky rrezik të realizohet, që ne të bëjmë atë lëvizje, të kemi përsëri këtë lloj bisedimesh, këtë lloj konferencash për shtyp, ku do të jemi në një situatë ku një shtet antar nuk po sillet sakt. Ndërkaq, Mucunski theksoi se dialogu me Bullgarinë duhet të vazhdojë me mbështetjen e shteteve anëtare dhe institucioneve europiane, në mënyrë që të arrihet një zgjidhje që do të sigurojë një rrugë europiane të parashikueshme dhe të sigurt për vendin, bazuar në kritere merite, jo në çështje dypalëshe.